Kjo është pika më e afërt që mund të arrish pa hyrë në pjesën e brendshme të tij, me një prej zonave më të diskutuara dhe më të të komentuara të globit sot, me krahinën e pamshme të Kashmirit, e cila ndodhet direkt atje tej, është Kashmir Highway që të çon në brendësi të territorit, por hyrja e turistëve në këtë moment është krejtësisht e ndaluar, pra nuk të lejojnë të hysh për arsye të përplasjeve mes Indisë dhe Pakistanit për çështjen e Kashmirit. Po pse është kaq e rëndësishëm? Po mundohem të vi rrotull kësaj kështjelle fortese për të treguar pak pikën e ndikimit. Në këtë drejtim është Persia, në një distancë jo shumë të largët, pra ti mund të shkosh sot në Iran. Pjesa më interesante është, si që nga kështjella këtu, shif çfarë pjese, ndërkohë që në këtë drejtim, në këtë gate këtu, është Afganistani, pra në këtë drejtim këtu është Kabuli, 450 km, në këtë drejtim është Kashmiri, dhe gjithë kjo lugin që po shihni deri tutje ku fillon India, domethënë kjo është zona që është Lahore edhe më pas India, është zona e Panjabit, si ka nisur konflikti i famshëm i Kashmirit. Kashmiri është një zonë malore e shtrirë në kufirin midis Pakistanit dhe Indisë. Në vitin 1947, kur India fitoi pavarësinë nga Britania e Madhe, përplasja midis hinduve dhe muslimanëve çoi në ndarje në dy shtete, në shtetin e Indisë dhe në shtetin e Pakistanit, i cili ishte Pakistani perëndimor dhe Pakistani lindor, i cili më pas, si pasojë e konflikteve dhe tentativave për independencë, krijoi shtetin e sotëm të Bangladeshit. Por në vitin 1947, krahina e Kashmirit, e cila ruante një lloj autonomie dhe një autonomi jo të vogël, vendosi që të bënte një zgjedhje. Maharaxhai i Kashmirit vendosi që të kalonte me Indinë, duke ignoruar faktin që pjesa më e madhe e popullatës së Kashmirit është muslimane. Kjo solli një lloj reagimi të jashtëzakonshëm të popullatës, kryengritje të brendshme, përplasje, dhe çoi në përplasjen midis shtetit të ri indian musliman Pakistanit dhe shtetit indian hindu Indisë së sotme. Çoi në përplasje të cilat filluan në vitin 1947 dhe deri tani kanë regjistruar 3 luftra të mirëfillta midis tyre dhe një linjë kontrolli që ndan Indinë, domethënë Kashmirin indian me Kashmirin e Pakistanit, edhe një pjesë tjetër e Kashmirit kontrollohet edhe nga Kina. Sot që të shkosh në Kashmir është shumë e vështirë, është shumë afër, domethënë është në këtë drejtimin tej, kam arritur në pikën gati më të afërt para rreth një ore, kur u afrova, por që ishte e pamundur për arsye të kontrolleve policore, madje kur plotson vizën e Pakistanit, duhet të shënosh faktin që nuk do shkosh në Kashmir, të njëjtën gjë kërkojnë dhe indianët, është çështje e sigurisë së tyre të brendshme, sot vendi është akoma në luftë. Ndërkohë që Kashmiri konsiderohet jetik për Panjabin, gjithë kjo lugin që ju po shihni këtu, me Kashmirin atje tutje, pra ku duken malet, gjithë kjo lugin ekziston fal 5 burimeve ujore, 5 lumejve, të cilët janë jetik për Pakistanin. Por të 5 lumejt e Pakistanit që rrjedhin nga ky drejtim e kanë burimin e tyre në krahinën e Kashmirit. Kështu që të 5 burimet ujore të Pakistanit vijnë aktualisht nga Kashmiri dhe një kontroll i Kashmirit nga India do të kishte një problem shumë të madh për Pakistanin në vetvete. Këtu jam në Rohtas Fortës, një nga kështjellat më të bukura të gjithë zonës, po quaj Mogule, është ndërtuar në 1541 dhe dominon linjat e komunikimit, sikur se thash, ky është Kashmiri, këtej është Kabuli, këtej është Lahore dhe India dhe këtej vjen Irani. Po kthehem prapë tek problematika e Kashmirit. Kashmiri është një zonë malore e jashtëzakonshme, shumë e bukur, me burime të mrekullueshme ujore, me pasuri të rralla. Pjesa më e madhe e burimeve është prodhimi i leshit Kashmir, që është shumë i njohur dhe që konsiderohet një nga materialet më të mira për prodhimin e veshjeve sot në botë, edhe pse Kashmir prodhohet sot dhe në Mongoli dhe në 2 zona tjera të Kinës,
Kashmiri original, Kashmiri është Kashmiri që prodhohet në krahinën e Kashmirit. Janë shumë të famshme pashmat e famshme, pra shallet kashmirian, të cilët mund t'i gjesh pashtimat, mund t'i gjesh kudo, edhe janë vërtet shumë bukura, dhe njëkohësisht është shumë i famshëm për prodhimin e shafranit. Nga ana tjetër, për sa i takon nivelit kulturor, Kashmiri është një zonë me tradita të jashtëzakonshme në kulinari, me xhami të rralla, me një vlerë të jashtëzakonshme historike, dhe njëkohësisht një nga vendet më të bukura turistike të gjithë kësaj zone. Pra zonë malore, po jashtëzakonisht e bukur. Për fatin e keq, sot vizita e Kashmirit është shumë e vështirë. Duhet një lloj leje speciale ose duhet hysh në mënyrë gati klandestine, por nuk është kaq e thjeshtë se unë tentova të shkoj në Abbottabad sot, vendi ku është vrarë Osama Bin Ladeni dhe ishte e pamundur, nuk lejohet. Kështu që Kashmiri ka mbetur i izoluar, por sot mbetet molla kryesore e sherrit mes Indisë dhe Pakistanit. Në vitin 1949 OKB-ja vendosi të ndërmerrte një referendum për të parë se çfarë vendimi do të merrnin vetë banorët e Kashmirit, por referendumi s'u bë kurrë dhe Kashmiri mbetet i ndarë mes Indisë dhe Pakistanit. Gjithmonë ka shkëmbime luftarake, domethënë shkëmbime zjarri mes dy vendeve për Kashmirin, por duhet kemi parasysh dhe një gjë, që si India, si Pakistani janë të dyja fuqi atomike. Pra janë 2 nga 7 fuqitë atomike të globit, gjë që mund të çojë në një katastrofë të jashtëzakonshme. Domethënë fuqitë atomike janë SBA-ja, Rusia, Britania e Madhe, Franca, Kina, Izraeli, India dhe Pakistani. Kështu që vazhdimisht një konflikt i mundshëm midis dy vendeve konsiderohet edhe si një fatalitet botëror. A do ketë një zgjidhje nuk e di, ja ku është Kashmiri, është një nga zonat më interesante, ku ka pasur thash dhe përplasje të mëdha, aty ku historia nuk po lejon që të ketë një zgjidhje aktuale. Edhe britanikët vetë nuk i dhanë asaj zgjidhje, ndërkohë jam në një nga vendet më të bukura të Pakistanit, në Rohtas Fortress, me pamje magjike, shifeni të gjithën, dhe një nga pikat kryesore të koordinimit, pra të kalimit të ushtrive. 50.000 ushtarë që ndronin dikur në këtë fortesë prej 4 kilometrash të gjata të mureve. Ne po ipi dhe një pjesë në sipërme për t'ju treguar se pse ky vend është kaq i rëndësishëm, sepse jam eksaktësisht në mes të një prej zonave kryesore të luftës. Në këtë drejtim 400 e pak kilometra është Kabuli, 400 e pak kilometra në këtë drejtim është India, përballë kam Kashmirin, për cilin po flisja, ndërsa mbas shpinës time, identik mbas shpinës time, në këtë drejtim është Persia, është Irani. Kjo kështjellë është ndërtuar në kryqëzimin midis të gjithave dhe reflekton edhe konfliktet e këtyre vendeve që ende janë të pazgjidhura. Nga Rohtas Fortress, Pakistan.